Andaj edhe Allah subhanahu wa taala e urdhron pejgamberin alayhis salam duke i thënë: Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Thuaj me të vërtet namazi im, kurbani im, jeta ime dhe vdekja ime janë vetëm për Allahun, Zotin e botrave. La sharika lahu, nuk ka ortak për të, është i vetëm në adhurim. Wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Me këtë un jam urdhëruar dhe un jam i pari prej muslimanëve. Dhe padyshim se ky mesazh vlen edhe për ummetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse Allah subhanahu wa taala për pejgamberin alayhis salam thot: Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Ju e kishin në pejgamberin alayhis salam shembullin më të mirë se si duhet të jetohet kjo jetë. Andaj ky ajet duhet të jetë dhe vlen për të gjithë neve, ashtu siç i tha pejgamberit alayhis salam: thuaj jeta ime, vdekja ime, të gjitha janë për hir të Allahut subhanahu wa taala. Kështu duhet të thotë çdo besimtar: jeta ime, vdekja ime dhe çdo gjë ndërmjet tyre është për hir të Allahut subhanahu wa taala dhe sipas udhëzimeve dhe mësimeve të Allahut subhanahu wa taala. Andaj shikoje jetën e pejgamberit alayhis salam, që në çastin kur i erdh shpallja, do më thonë thirrjen që e ka bërë në Mekë, telashet dhe sprovat që i ka të kaluar në Mekë, pastaj hijretin në Medinë, thirrjen që e ka bërë atje, mirësitë që ju kanë dhënë nga Allahu subhanahu wa taala, do ta shohësh se çdo çast të tij e ka kthyer, do më thonë që të jetë për hir të Allahut, dhe në çdo moment të tij e ka shfrytzuar që ta fitojë shpërblimin dhe kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Asnjëherë nuk është hakmerur për vetveten e tij dhe nuk është hidhruar për vetveten e tij, po çdo gjë e ka bërë për hir të Allahut dhe për ta arritur kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Pastaj shikoje jetën e pejgamberëve tjerë, prej Ademit alayhis salam e deri tek i fundit Isau para Muhamedit alayhis salam, do ta shohësh se edhe ata këtë mision e kishin në jetën e tyre. Edhe ata, do me thënë, çdo çast jetës së tyre e kalonin për hir të Allahut subhanahu wa taala dhe me ndihmën e Allahut subhanahu wa taala.